Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se vini në Zoom. Sonte flasim për një temë që prek mijëra familje në vend, administratën publike, punësimet dhe politizimin. Apo punësojnë më të mirët apo më të fortët politik? Ekziston shansi real që një kandidat jo partijak të fitojë një vend pune? Dhe pse diplomat nga universitetet shqiptare kanë koeficient më të ulët? Për këto, por edhe shumë çështje tjera, do të diskutojmë sonte me Muhamet Krasniqi, zëvendës drejtor i Agjencisë për Administratë. Zoti Krasniqi, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Zoom. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit. Kënaqësia është e jona, gjithashtu me neve sonte është edhe profesori universitar Adrian Stafaj. Zoti Stafaj, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, shpresoj që kalojmë mirë. Sigurisht shpresojmë që të kemi një diskutim të frytshëm edhe për publikun. Zoti Krasniqi, do nisi me rolin e Agjencisë për Administratë, pasi që besoj që edhe shumë shikues që na ndjekin nuk janë thellësisht të njohur me punën e Agjencisë për Administratë. Cili është roli i Agjencisë së Administratës? Cila është realisht fuqia e Agjencisë së Administratës? A vendos apo vetëm administron procesin e punësimeve? Mirë, shumë faleminderit edhe një herë Ersan për ftesën të cilën na bot sonte për të shtjelluar një temë e cila është e rëndësishme dhe ashtu sikur që e paralajmërove e ndjeshme për shumë familje shqiptare, kuptohet sepse çdo secili prej neve ka dikant në administratë publike. Kjo është e rëndësishme jo vetëm për shoqërinë, po është edhe e rëndësishme për shtetin dhe po më vjen mirë që keni marrë guximin për shtjellu tema jo themi aq të izoluara dhe përditshme politike, po për trajtuar ndoshta një temë e cila është shumë e nevojshme për ta diskutuar që nga do thotë rëndësia e saj e secilit administrator përballë institucionit që ai është pjesë e saj. Agjencia për Administratë në rolin e saj kuptohet është institucion që është i pavarur. Këtë pavarësi e fiton nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë, sepse funksionarët të cilët udhëheqen me këtë institucion udhëhiqen drejt për drejt nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë. Është një institucion që në vete ka pjesë të ekipit profesionist, jashtëzakonisht profesionist, mirë po numri i të punësuarve është shumë i vogël. Kemi, do thotë, në kuadër të këtij institucioni kemi, do thotë, një pjesë të institucionit që luan rëndësi shumë të veçantë rreth këtyre punësimeve, po një diçka që është e panjohur ndoshta për publikun e më gjerë është se ky institucion brenda vetës ka një komision i cili mirret me ankesa dhe parashtresa, do thotë në shkallën e dytë. Që kanë të bëjnë me punësimet, me konkurset? Me gjithë procesin edhe të punësimeve dhe të konkurseve edhe në vendet e punës ku ata do thotë e ushtojnë detyrën e tyre në rast të ndonjë pakënaqësie apo një vendimi që është i kundrejt interesit të administratorëve, ata mund ta drejtojnë do thotë me ndonjë shkrim, me shkresë deri te ne. Se çfarë shërben, do thotë, Agjencia për Administratë, roli i saj është shumë i qartë, ajo është, do thotë, një garancion se si të punon administrata në një vend, duke u përmbajtur rregullave dhe përgjegjësive të cilat i ka në bazë të ligjit. Na si institucion nuk jemi vetëm formal, neve do thotë punën tonë e kryjmë nëpërmjet, do thotë, duke siguru procese të drejt për drejta, do thotë, dhe themi transparente të punësimit nëpërmjet gjithë atyre proceseve që nga fillimi që mirët një institucion fillon të realizon deri në fund. Përgjegjësia jonë shkon në 3 drejtime, do thotë jemi së parë jemi si mbikëqyrës, do thotë, i këtyre proceseve që zhvillohen nga institucionet shtetërore, nismat e tyre që bëhen nga institucionet shtetërore dhe atyre do thotë çdo hap të cilën ata dojnë të ndërmarrin për një vend pune të re, janë në konsultim me neve dhe duhet të kalon do thotë
brenda institucionit ton, dhe për këtë arsye neve për qytetarin garantojmë, themi, një mbrojtje, themi, drejt për drejt, që ai mos të ndjen veten të anashkaluar në këto procese. E dyta, që si rol të rëndësishëm që kemi, apo mekanizëm, themi, që e kemi si institucion, është mekanizmi kontrollimit të institucioneve, që nënkupton se institucioneve neve ju themi se ju nuk mund të veproni ashtu sikur që ju doni. Do thotë, duhet të punoni në bazë përputhje me legislativat që janë në Republikën e Maqedonisë, në përpikshmëri, duke dhënë mesazh me këtë se çdo qytetar do thotë të jetë i lirë që në këto procedura ta ndjen veten të lirë dhe të ketë besim në institucionin ton që ai të konkuron në çdo konkurs që shpallet. Të thoni që Agjencia për Administrat nuk është e ngarkuar politikisht? Absolutisht mund këtë ta vërtetojmë në mënyra të shumta se nuk kemi pas ndikime politike, absolutisht, edhe pse tendencat në vazhdimsi do thotë nga çarqet politike që edhe në të kaluarën, po ndoshta edhe tani, po edhe në të ardhmen mund të jenë në drejtim që ketë ndikime politike, ketë punësime partijake, sepse prej tek neve, do thotë, institucionet i realizojnë vetëm procesin, ne e mbikëqyrim dhe e kontrollojmë në momentin kur shohim se ka parregullsi në këto procese. Do thot neve aty e stopojmë dhe japim do thot vrejtjet tona në drejtim të çdo institucioni. Kuptohet se të dëshira për të ndikuar politikisht ka ekzistuar gjithmonë, mirë po me plot përgjegjësi mund ta them se tani kjo çështje është minimizuar, ersan dhe fatmirësisht po krijohet një narrativ dhe një besueshmëri shumë e madhe për kundrejt institucionit ton, që kjo është edhe ndoshta edhe qëllimi kryesor i joni dhe synim. Që do flasim në vazhdim më gjërësisht në lidhje me politizimin e administratës, për shkak se ekziston gjithnjë ajo bindje të qytetarëve që administrata është e politizuar, për të mbetemi te roli i Agjencisë për Administrat, desha të pyes, a ka shifra reale se sa konkurse zhvillohen në vit dhe sa ankesa merr Agjencia për Administrat, dhe me që përmendet që ka ndëshkime konkrete për institucionet që shkelin procedurat, a ka raste ku është anuluar ndonjë konkurs për punësim për shkak të parregullsive? Patjetër. Do thot mund kështu të jap një statistik mbreslënse për këtë vit, se ka thyer rekordin Agjencia për Administrat për shpalljet publike që i ka realizuar brenda një viti deri më tani, ende pa mbaruar viti, kemi dikon 1150 shpallje publike për punësime të reja nga institucionet, dhe me një kapacitet të ulët të punësuarve që e kemi neve brenda institucionit, kemi nevojë shumë më shumë, aty të kemi, mirë po me një ekip jashtëzakonisht profesionist, të cilët e kryejnë punën e tyre në mënyrë të pandërprerë, ndoshta edhe jashtë kohës së tyre të punës, vetëm për të shërbyer gjitha institucioneve që ata të arrijnë qëllimin e tyre, që pëlqimet që i kanë marrë brenda këtij viti t'i realizojnë në shpalljet publike. Sa i përket pjesës së dytë, ku themi ankesa parashtrohen në drejtim të komisionit që kemi për ankesa dhe parashtresa, kemi raste, ne nuk kemi mundësinë e prishjes, themi kështu, të një vendi të punës. Neve ankesat të cilat drejtohen nga administrata, të thot nga administratorët përballë institucioneve që ata janë të pakënaqur me një vendim apo me një sankcion të cilën e kanë marrë brenda institucionit, i bëjnë tek neve, dhe komisioni, i cili përbëhet nga 5 anëtar, është do thot me kryetarin e saj, janë ekip jashtëzakonisht profesionist, ata janë në veprim çdo herë në aspektin e përgatitjes shumë profesionale dhe nuk marrin vendime të anuara, do të themi kështu politikisht të ndikuara. Dhe kemi raste ku shumë qytetarë kanë qenë të kënaqur, do thot me ato vendime të cilat i kemi marrë. Po ka raste, do thot edhe nga të ralla,
kuptohet nga e kaluara, nga gjykatat të cilët kanë marrë vendime për prishjen e konkurseve për shkak të parregullsive të cilët janë bërë në gjatë procedurës në të kaluarën. Po, profesor, si vlerësoni ju nga këndvështrimi juaj punën e Agjencisë për Administratë, por edhe në përgjithësi administratën shtetërore, dhe me që ishim duke biseduar në lidhje me këtë, a vlerësoni se ka ndryshime konkrete për institucionet që shkelin procedurën? Tash relativisht e elaboroj pjesën më të madhe të veprimit të Agjencionit për Administratë sa vendës drejtori, sa i përket çështjes se punësimet të cilat ndodhin në administratën shtetërore a kanë ndikime politike apo jo. Vetë i shohim jo vetëm ne si profesionist të lëmisë të fushës, mirë po edhe qytetarët gjatë marrjes së shërbimeve nga ana e administratës publike dhe administratës shtetërore, e shohim se nuk është ajo të cilën ato po presin ta marrin gjatë ushtrimit apo gjatë kërkesës së ndonjë të drejtë të cila çdo qytetari i takon. Kjo na asocion, kjo na aludon se realisht, ndoshta de jure gjithçka është e rregulluar ashtu siç duhet të jetë dhe ashtu siç përkon me dispozitat, me normat juridike dhe mbi të gjitha me kushtetutën e vendit tonë, mirë po kur kthehemi faktikisht de facto ta shohim se si funksionojnë, si po ecin punët, çfarë shërbimesh po përfitojnë qytetarët nga ana e administratës publike dhe administratës shtetërore, le për të dëshiruar dhe ngre një pikpyetje të madhe se në çfarë situate janë organet e administratës publike në shtetin tonë dhe në përgjithësi në vendin tonë. Jo vetëm administrata publike dhe administrata shtetërore, nënpunësit shtetëror, mirë po këtu është një problem, ti themi pak a shumë një problem më i gjerë, problem më i zgjeruar, problem sistematik i institucioneve, ku pasaj nga një anomali e cila mund të lindë, apo një të drejtë të cilën nuk mund të përfitojnë, nuk mund të marrin qytetarët, ajo transmetohet pastaj edhe tek mos kryerja e punës së drejtë gjatë një procesi të caktuar. Nga ana e administratës. Do me thonë, problematika kryesore është në mënyrën se si e ushtron punën administrata shtetërore, tha edhe zëvendës drejtori, në bazë të rregullave, në bazë të ligjit, ku e dim se punën e Agjencionit për Administrim gjithësisht e rregullon ligji për nënpunës shtetëror dhe ligji për nënpunës administrativ. Mirë po në këtë rast, mënyrën se si qytetarët e marrin atë shërbim nuk përkon me dispozitat apo me normat ligjore dhe e shihni edhe nga vetë raportet të cilat po i marrim nga ana e vendeve të tjera se nuk përkojmë ose nuk i plotësojmë ato kushtet të cilat duhet i plotësojmë që një qytetar t'i kërkojë dhe t'i fitojë të drejtat të cilat i takojnë në bazë të kushtetutës, ligjit dhe akteve tjera nënligjore. Mirë po, bashkarisht duhet gjithë të punojmë, ne të cilët jemi të kësaj sfere, që dal nga dal të fillojmë me hapa konkret, me hapa pozitiv, të rregullojmë të gjitha anomalitë të cilat mund të jenë brenda sistemit juridik të vendit tonë, po automatikisht nënkupton kjo edhe të rregullimit të gjitha institucioneve dhe organeve tjera shtetërore. Çfarë pasojash mund të ketë politizimi i administratës në shoqëri? Tash kështu. Vendi jonë është realisht në një tranzicion institucional gati 30 e ca vite dhe ende nuk mund të dalim nga i realiteti se çfarë kemi kaluar këto 30 vite. Normalisht, politika për momentin e bën të veten, edhe se ne gjithmonë flasim dhe shprehemi se duhet politika të jetë më larg, duhet të kenë të lira institucionet shtetërore, pa marrë parasysh a janë të administratës publike ose të ndonjë organi tjetër,
Mirë po, për fat të keq, politika, edhe sot derisa ne po flasim, e bën të veten, ku ka mundësi edhe në institucionin më të vogël, edhe me institucionin i cili mund të ketë shumë pak të punësuar, besoj se edhe e shohim edhe vetë, se politika e bën të veten dhe e shprehën ato fuqinë që ta cenzuroj apo ta kontrolloj edhe administratën, por edhe organet tjera shtetërore. Mirë po për shkak se jemi vende të cilat dëshirojmë dhe aspirojmë ta antarësohemi në Bashkimin Evropian, e kemi me detyrim, e kemi me çdo kusht që politikën ta largojmë prej institucioneve, pa marrë parasysh a janë në nivel qendror apo janë në nivel lokal, ato me çdo kusht duhet të bëjnë punën e tyre të cilën e kanë, edhe të gjitha institucionet ta kryejnë punën të cilën u takon dhe u garanton kushtetuta, ligji dhe aktet tjera në ligjore të cilët e rregullojnë punën apo organizimin dhe funksionimin e një organi të caktuar, qoftë në nivel, siç e thash, qendror ose në nivel lokal. Duhet shumë punë, realisht vendi jon ka kuadra të përgatitur, duhet t'i nxjerrin në treg të punës, t'i shfrytëzojnë të gjitha, t'i shfrytëzojnë ato, t'ua marrin atë dijen pozitive të tyre, që të ecin të gjitha proceset para dhe gjithashtu edhe vendi duhet të ecë para, sa i përket këtë të cilën ne po e cekim për politizimin e organeve shtetërore, administratës publike dhe gjitha organeve tjera. Nëse ka mundësi të lidhe me këtë që e tha profesori, e kuptoj skepticizmin e profesorit të nderuar, kuptohet se pasojat e këtyre politikave janë ndër vite dhe unë jam kundërshtari numër 1 i këtyre politikave ndikuese në institucionet shtetërore. Më përgjithësinë e plot mund ta them se institucioni ku neve jemi në funksion mban përgjegjësi publike. Do thotë i jep llogari qytetarit që nga fillimi deri në fund të procesit. Do thotë është i njoftuar për hapat e rrjedhës, do thotë gjithçka është publike, mundohemi të jemi transparent ndaj të punësuarve që janë aty, mundohemi të mos ushtrojmë në asnjë mënyrë presionin të cilën ata ta kryejnë detyrën e tyre në mënyrën më të mirë. Kjo është rasti dhe dëshmia më e mirë se për nga çasa jam dhe dëshiroj të jam i hapur të diskutoj rreth këtyre temave, jam i gatshëm të jap llogari për çdo veprim të cilën e bëj në kuadër të agjencionit për administratë. Unë mendoj se administrata nuk është as e imja, as e dikujt, po është e qytetarit dhe qytetari e ka, do thotë, neve si funksionar kemi përgjegjësinë më të madhe të japim llogari atyre për t'i mbrojtur interesat e tyre. Është e vërtet, do thotë, plotësisht deri në atë se neve duhet me fillu dikon me ndal, me ngadalësu atë ndikim të cilën ju jeni e shprehet shumë mirë kundër për shkak se nga këto lloje të ndikimeve është humbur besimi i gjeneratave të reja përballë institucioneve që sot të thotë po nëse merr një anketë e zhvillon në qytet do të shohë se shumë qytetarë nuk besojnë në administratë shtetërore. Këtë desha të pyes, për shembull, qytetarët besojnë se pa mbështetje partijake nuk ka shansa të fitojnë në konkurs, nuk ka shansa të punësohen diku. A kanë drejt? Tash neve e mbikëqyrim dhe e kontrollojmë punën atë. Tash neve nuk dim portfolien politike domethënë të kandidatëve. Domethënë si agjencion këtë nuk e kemi në dispozicion. Mirë po, unë mund dëshmoj raste të shumta, të cilët i njoh personalisht, pasi shumë vite kam qenë në arsim dhe një pjesë e nxënësve të cilët sot janë me themi kualifikime shumë të larta, solide, ata kanë kaluar këto procese të punësimit pa asnjë lloj intervenimi, pa asnjë lloj ndikimi politik dhe unë jam optimist se kjo është një fillim shumë i mirë dhe optimist që çdo kujt
çdo qytetari i porosish që do thotë nëse ka dyshimet e veta dhe ka performancën e vet kualitative në studimet të cilat ai ka mbaru, konform kërkesës së nevojës së punës që kërkohet në vendin e punës, unë e inkurajoj të insistoj që ai ta merr atë vend pune. Zoti Stafaj, pajtojni se ka raste që punësohen pa mbështetje partijake? Realisht, rastet mund të jenë, ne i themi me gishta, mund të jenë të numërohen rastet pakta ku mundet X personi i cili shpreh vullnetin që të punësohet dhe i plotëson të gjitha kushtet e përgjithshme dhe të veçanta që të punësohet brenda një institucioni apo një organi shtetëror. Realisht flasim, në 90% e rasteve është një temë të cilën të gjithë populata po e diskuton dhe po e din, se po të mos jeni antar i ndonjë partie të caktuar politike, gjithsesi në qoftë se nuk jeni pjesë e ndonjë partie e cila është në pushtet, atëherë e keni të kotë punësimin në ndonjë institucion apo organ shtetëror. Janë thash raste të ralla vetëm atëherë kur institucioni nuk ka resurs, nuk ka persona të tjerë të cilët mund t'i inkuadroj brenda për brenda atij institucioni, në ato raste mund të vi në shprehje ajo se nuk i përkon, nuk i takon një subjekt të caktuar politik që të mund të punësohet dhe të ushtroj veprimtarinë e tij profesionale brenda për brenda një institucioni të caktuar. Unë jam i atij mendimit, unë jam e përkrah vazhdimisht mendimin se jo vetëm duhet punojmë ne në atë, duke filluar nga ne që jemi ligjërues nëpër universitete, mirë po edhe të gjithë instancat tjera duhet të punojnë në atë, se është krijuar një skepticizëm i madh edhe një hamendësi e madhe edhe tek studentët, edhe tek të tjerit, ku realisht edhe për gjatë elaborimit apo gjatë ligjëratave, ato është e zakonshme që të na pyesin profesor, po çka më pas me ne? Do t'i kryejmë studimet dhe çfarë do të ndodh me fatin tonë. Realisht, kjo është edhe një problematik më e madhe shoqërore, ku ta raste ku bëhet partizimi i pozicioneve të punës, çon deri tek raste të tjera shoqërore të cilat i dimë ne. Ikja, emigrimi, lënja e vendeve të punës vetëm nga trysnia i cila i bëhet personave në administratë nga X subjekte të caktuara partijake, ajo i bëhet mënyra e punës e padurueshme brenda një institucioni dhe e sheh si mënyrë të vetme që të largohet të hik nga shtypja e madhe. Realisht kjo është situata në vendin tonë. Thash, është një proces më i gjatë, nuk është proces 1 apo 2 apo 3 vite, është një proces i cili fillon nga mëvecimi i vendit tonë dhe duhet konkretisht me masa reale, me masa radikale të fillohet të vi në shprehje meritokracia në punësimin e të rinjve, po edhe të gjithë personave të cilët kanë nevojë dhe duhet të ushtrojnë të drejtën e tyre të punësohen në ndonjë institucion të caktuar. Po, zoti Krasniqi, pikërisht këtë desha të pyes, vazhdimisht diskutojnë për politizim, po a ka ndonjë mekanizëm për të kapur ndërhyrjet politike? A bëjnë institucionet diçka konkrete në atë drejtim? Tash, unë do flas në kuadër vetëm të përgjegjësive të cilat i ka Agjencia për Administratë. Unë edhe që nga fillimi, edhe ndoshta deri në fund të emisionit, do të garantoj ligjshmëri, do të garantoj përkushtimin më të madh edhe timin përballë gjithë procesit që organizohet brenda institucionit së Agjencisë për Administratë. Dhe këtu mund të them se neve, gjithë ata të cilët na njohin nga jashtë, e dinë përkushtimin ton
përballë interesit dhe sfidës dhe empatisë të cilën e shpreh edhe profesori ndaj gjeneratave të reja. Të njëjtat synime edhe unë i kam profesorin nderuar, të njëjtat brenga edhe unë i kam. Kjo është ndoshta edhe arsyeja kryesore pse jam këtu, për dëshirën dhe mënyrën për me hap rrugë dhe shtigje për këto gjenerata të reja, që ata mos kenë mungesë të besimit se ndoshta ndonjë institucion mund të çelë derë për ta dhe mos ta humbin shpresën, mos të marrin ato rrugtime të cilët i përmendim që janë ndoshta për famë keqe për neve, sepse gradualisht ashtu e humbim trurin e kësaj shoqërie. Neve nuk kemi themi mekanizma për t'i ndëshkuar ato institucionet. Mirë po, neve faktikisht me procedurat të cilat i realizojmë, dhe thot shpesh herë dim t'u kthejmë, themi, kur kemi ngecje në procedurë edhe në proces. E tash, procesi që zhvillohet tek neve është gjithçka transparent deri në fazën kur, për shembull, janë ingerencat tona. E tash, a ka hapësirë më pastaj institucioni që është interesuar me bë punësimin, që ketë një farloj, themi, ndikimi, çdo herë mendoj se do të jetë një tentative tillë nga çdo institucion për pranu, do thotë kandidatët, themi, para prak që i ka planifikuar për ato vende. Mirë po, ligji i cili është, nuk është se let ty të lënë të dërgosh deri në pozicionin e duhur kandidatin e preferuar. Si e përcakton ligji? Po ligji do thotë përcakton në formën se 10 më të mirët nga çdo konkurs kanë të drejtën në nështrimit në testim. Një shpallje mund të ketë për shembull të interesuar në konkurs me qindra aplikant. Mirë po, 10 prej tyre futen në fazën e dytë të testimit dhe më pastaj bëhet një themi edhe një grupim edhe më i vogël prej 5 kandidatëve të cilët futen në fazën e fundit të intervistës. Dhe detyrimisht, do thot, ata obligohen, do thot, me pranu njërin prej atyre kandidatëve të cilët janë 5 më të mirë. E tash, a ka mangësi në këtë proces, me cilën edhe neve institucion jemi kundërt, edhe me cilën edhe neve institucion kemi kritikat tona përballë institucioneve të tjera, sepse në momentin, shpeshherë, kur dikush i preferuar nuk kalon në këto procese, kërkohet anulimi i këtyre, do thot shpallje. Po. Dhe gjë që do thot e vështirëson punën tonë si administrat. Mirë po, fatmirësisht, do të flasim edhe pak më vonë se në ligjin të cilin është miratu i ri, që do të hynë në po mendoj në fuqi dhe në punim prej vitit 2027, kjo gjë disi është më e kontrolluar. Do të se kemi pasoja në institucion, do t'i përsëritim konkurset, do thotë janë standarde të cilat ti nuk mund t'i anashkalosh. Mund tash për shembull pse një person, X personi është i interesuar, do thotë të punësohet me një vend, pa marrë parasysh kualifikimeve të veta, ai ta fiton atë vend, sepse ka standard, ka kritere, ka kushte të cilat janë të përgjithshme, ka kushte të veçanta. Do thotë këto procese nuk kalohen me vullnetin e vetëm të institucionit. Janë procese që duhet të bazohen në ligjshmërinë dhe aktet e ligjore të cilat janë piratuar nga institucionet përkatëse. Kishte diçka për shtuar? Edhe përveç gjatë fjalimit të zëvendësritorit e tha se në qoftë se nuk zgjidhet i preferuari, tash i bie i preferuari i politikës, atë shkon deri tek prishja e konkursit. Gjë që asocion në atë se kjo është situata aktuale e administratës dhe përgjithësi e shtetit, po jo që ja adresoj të gjithë fajin vetëm institucionit agjenci për administrim. Thash, është një problem sistematik, ky problemi i partizimit të institucioneve dhe nuk është vetëm faji i juaj. Jo, ku është faji jonë? Ku është faji jonë? Do më thonë, për faje të institucioneve publike, do thotë mund të flasim, ka lëshime. Ku është faji i agjencisë për administratën në këtë proces? Do më thonë, e shef dikun fajin? Se ku neve mund të intervenojmë? Jo, ju shumë mirë elaboruat atë pjesën se
në atë pjesë ju jeni transparenti, qoni punët ashtu si që janë proceduralisht, i shfrytëzoni të gjitha mehanizmat ligjor të cilët u takojnë juve si institucion, sa i përket zgjedhjes dhe performancave të cilët mund t'i ketë një i paraqitur në ndonjë konkurs të caktuar, mirë po e kisha fjalën se ju vetë e thatë në qoftë se nuk zgjidhet personi... Mundësit ligjore janë të tilla. Do më thonë, u alejojnë, faktikisht u alejojnë. Neve po karikojmë një rast të tillë, se ka nëse raste të caktuara eventualisht të cilët janë parashikuar me ligj se në që nga cilët fillimi thamë se ekzistojnë tentativa çdo herë, ato janë të mundshme, mund të jenë mos të jenë politike, mund të jenë për ambicie personale, ashtu, ka raste të ndryshme. Po, ashtu. Mirë, do të flasim vazhdim për balancuesin dhe përfaqësimin e drejtë, është një temë që ka qenë dominante këtë vit. Zoti Krasniqi, pas anulimit të balancuesit, shpesh është ngritur ajo dilema se apo respektohet parimi i përfaqësimit të drejtë etnik. Shive, parimi i përfaqësimit drejt është themeli i stabilitetit të këtij shteti. Ndryshe, ky parim quhet paqe për këtë vend. Nëse nuk ka parim që e rregullon, do thotë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të këtij shteti, unë mendoj se është problem. Kështu që balancuesi ka qenë një instrument, themi teknik ndihmës, që deri në farë forme e ka lehtësuar punën e administratës, agjencisë për administratë, për të bë, do thotë, ndarjen e pozitave, mirë po, jo dhe se ka dhënë efektin e duhur, themi në proporcion të komuniteteve të cilët kanë qenë më të pakta. Statistika tregojnë, domethënë që nga viti 2015, me sa e di si mas teknike është vendus balancuesi, që nga ai moment deri në marrjen e vendimit të gjykatës kushtetuese, shfuqizimit të kësaj mase teknike, do thotë statistikat nuk është se kanë qenë më të mira nga ajo që kanë qenë deri vitin 2015. Deri në vitin 2015, do të thotë nuk kemi pas kësaj mekanizmi, mirë po kemi pas më shumë punësime. Do thotë ky mekanizëm ka filluar të themi absorbohet duke ushtrirë në forma të padrejta, ku është bë keqpërdorimi edhe zbrastirat ligjore të cilat i kanë shfrytzuar individ të caktuar për interesat e tyre personale, ku e kanë paraqitur përkatësinë e tyre me një formë të deklaratës, dhe kjo ka bë keqpërdorim, do thotë, të shfrytëzimit të pozitave që ai ka qenë interesuar. Parimi i përfaqësimit të drejtë është, do thotë, kusht për me pas një barazi në këtë shtet. Ligji për përfaqësim të drejtë, vendimin të cilën e ka marrë gjykata, edhe ky ligj, i cilin tash është themi në komisionin e Venedikut, i cili po mirët një opinion profesional nga ky komision, që më pastaj të kaloj në kuvend dhe të miratohet. Ky ligj, do thotë, për nga forma se si është një farë lloj garance ligjore, të cilën i jep komuniteteve që ta mbrojnë veten e tyre përballë institucioneve të cilat ata janë. Neve, pas shumë viteve të cilat jemi, themi, pas marrëveshjes së Ohrit, se ky shtet ka kushtetutë, dhe kushtetuta është ajo e cila garanton barazinë e qytetarëve. Dhe s'mund të shmanget ky fakt. Ky shtet ka një marrëveshje koronisë të Ohrit, dhe ajo e garanton, themi, barazinë e gjithë qytetarëve, dhe kjo nuk mund të shmanget. Mirë po, precizimi më i mirë dhe më i saktë është kur bëhet ligji, i cili ai është garanci ligjore, dhe kushdo që e keqpërdor të drejtën e dikujt tjetër gjatë punësimit, atëherë ka konsekuencë, domethënë. Qartë, dakordohem me këtë, por zoti Krasniqi edhe ne kemi drejt të japim ato dilemat e tona për shkak edhe të faktit që projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk ka qenë fare transparent. Ne nuk e kemi parë atë ligj, nuk e kemi lexuar, nuk është bërë debat publik ashtu siç ishin premtimet fillim që një herë do ketë debat publik dhe pastaj të miratohet në qeveri. Mund të qëndron ajo, domethënë se është punuar, do thotë ndoshta në formë pak më të fshehtë,
Mirë po, besoj që tani mo gjithë se cili e keni pranë jush këtë propozim të ligj, i cili jep do thot një farloj jep garancion për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe pikërisht Agjencionin për Administratë e bën ndoshta shumë të rëndësishëm në këtë drejtim, duke i dhënë rëndësinë që ky të bën kontrollimin apo të themi të përgatit statistikën për çdo institucion në bazë përkatësisë etnike së cilën e ka. Sa Maqedon, sa shqiptar dhe përkatësive të tjera të cilët janë minoritare janë në vendet e caktuara, sepse na nuk në fakt nuk e kemi të qartë. Kemi institucione që numri i shqiptarëve është jashtëzakonisht i ulët. Është thuajse me 0. I nuk është që tani. Domethënë, përqindja të cilën e kemi në këto institucione është me vite dhe ja nuk po rregullohet, nuk po ka mekanizëm që po e rregullon. Shqiptarët janë të padëshiruar në institucione të caktuara, të cilët sistematikisht do thotë po refuzohen. Si të rregullohet kjo çështje? Përveç se do thotë me një ligj i cili është garancë që çdo institucion në bazë përqindjes të cilën e ka, do thotë në shtet, të punësohet aty. Ky lloj propozim ligji mund të jetë edhe në favor në disa raste edhe të komunitetit të shumicës të Maqedonëve, sepse kemi institucione të cilët ndoshta përqindja e shqiptarëve është shumë e madhe. Dhe nuk ka nevojë aty të punësohen më shqiptar për shkak të mbi ngarkesës apo themi përqindjes së lartë, edhe në këtë rast ndoshta do duhet të punësohen Maqedonë. Mirë po në institucionet ku janë shqiptarët themi 0, aty duhet të koncentrohemi, aty duhet të bëhen punësime. A ka statistika se sa institucione nuk ka fare përfaqësim të shqiptarëve në ato institucione? Unë nuk kam raport detajor, domethënë mirë po ekzistojnë, do thotë të dhënëna, të cilët tregojnë se kemi institucione që shqiptarët thuajse shumë vështirë kanë përfaqësimin e tyre në ato institucione. Është e vështirë sepse për shkak të izolimit dhe themi mekanizmeve të cilat i kanë krijuar ata që një farë mënyre e bën të padrejtë, do thotë konkurrencën në këtë rast të barabartë për gjithë qytetarët. Dhe këtu duhet të jetë përpjekja jonë gjithë secilit prej neve që të luftojmë që çdo institucion pa marrë parasysh se për këtë bëhet fjalë, shqiptarët jenë prezent në ato vende që të garantojnë, do thotë sigurinë, të garantojnë barazinë, do thotë në për ato institucione. Zoti Stafaj, pyetja paka shumë do të jetë e njëjtë edhe për juve. A ishte balancues si zgjidhje pasi që e diskutuam edhe këtu për punësimet etnike apo vetëm kompromis dhe a mendoni që në këtë periudhë ku nuk kemi pasur balancues dhe kur ende nuk është miratuar ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, është respektuar përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në për institucione, qëtësisht punësimi? Do me thënë, mehanizmi i balancuesit dhe i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat vjen si pasojë e një revolte paraprake, e një lufte e cila është bërë që të vijë deri tek balancuesi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i të punësuarve në administratën publike dhe administratën shtetërore. Mirë po, edhe pse sa vendëzritori i përmendi disa pika ku tha është i absorbuar, i harxhuar si instrument, si mehanizëm, mirë po të paktën e kishim në tavolinë në raste dhe në momente të caktuara kur ndoshta më së tepërmi na duhej neve si shqiptar. Por automatikisht këtu nënkupton edhe për pakicat tjera të cilët jetojnë në vendin tonë. Mirë po, çfarë u bë? Gjykata kushtetuese tashmë u bë 1 vit kur e shfuqizoi këtë mehanizëm dhe realisht nga partitë politike të cilët janë në qeveri u tha se po krijohet, po bëhet, po punohet një ligj i ri i cili në mënyrë më të drejtë do t'i përfaqësoj interesat e shqiptarëve edhe të gjithë minoriteteve tjera në vendin tonë. Realisht mendoj se po krijohet një vakum kohor, po shfrytëzohet një vakum kohor ku
po mundohet të minimizohet, të themi, realisht numri i shqiptarëve apo edhe i minoriteteve tjera në për organet apo në për institucionet e tjera shtetërore. E thatë edhe bashkëfolësi se ka patur raste kur nuk ka qenë i transparent, i hapur ndaj qytetarëve që ta shohin se çfarë po punohet realisht, për çfarë do të flitet brenda këtij ligji. Tashmë besoj mund ta kemi aksesin direkt dhe ta shohim se çfarë realisht po bëhet fjalë. Ideja ime është se nuk duhet të tërhiqej mehanizmi i balancuesit derisa nuk do të binim një ligj konkret që do ta rregullonte këtë çështje. Mirë tash, kur thuhet nuk duhet, faktikisht këtu neve i drejtohemi gjykatës kushtetuese, apo gjykata kushtetuese nuk duheshte ta heqte, apo e tash ndërlidhet kjo me themi situatat paraprake, që të thot dëshira dhe vullneti i politikave të mëhershme ka qenë që themi vendim, ky mekanizëm të largohet, sepse e kanë pa se ashtu të thamë, është absorbu dhe nuk peluan rolin e nevojshëm të cilën ajo është kriju. Do thot, neve, po flas si agencion, ndoshta ky mekanizëm për momentin do të kesh qenë shumë lehtësues për realizimin e procesit të punës, por jo se neve kemi kërkuar nga ta për largimin apo e këtij mekanizmi i cili do thot edhe unë pajtohem plotësisht mund të jetë do thot i përshpejtuar në raport derisa të kishte ardhur një ligj ideal që rregullon këtë çështje. Mirë po, pyetja ime parashtrohet kështu. Pse ky ligj mungon shumë më herët? Do thot, a nuk duheshte të sillet një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i cili një herë përgjithmonë i rregullon këtë çështje. Ne s'mundemi vazhdimsi të miremi me improvizime, apo kalon një strukturë politike, lën pasoja, e më pastaj pasojat e tjera dikush tjetër i trashëgon, edhe kështu me radhë. Do thotë, duhet një herë përgjithmonë të punojnë çdo parti politike, çdo qeveri e cila don një stabilitet më të gjatë të shtetit të vet, të punon në zgjidhje të përhershme, apo themi afatgjate, të cilët ja lehtësojnë procedurat e zhvillimit do thotë të administratës. Ndoshta këto janë të qëllimshme, her pas here krijohen kësi lloj mekanizma për kriju kriza të caktuara që më pastaj të diskriminohet dhe të nxirren tema, e unë jam kundra këtyre temave të panevojshme, por mendoj se ky ligj, edhe pse ndoshta i vonshëm, do të jetë i domosdoshëm që të vihet në funksion. Tash, falni, pas kësaj të cilën e tha Zavend Drejtori, automatikisht dhe natyrshëm, jo vetëm unë, por edhe një pjesë e madhe e opinionit publik do të shtronte pyetjen, a jeni të sigurt se me sjelljen e këtij ligji të ri përsëri mund të ketë ndonjë iniciativë të re që përsëri të shfuqizohet ky ligj? Në qoftë se balancuesi u shfuqizua nga ana e gjykatës kushtetuese si mehanizëm jo kushtetues, ky ligj i ri i cili po përpilohet, i cili është në prag të miratimit, ja t'i themi, a mund të dikush nesër ta inicioj përsëri në gjykatën kushtetuese si vendim ose si ligj në fakt antikushtetues? Jo rastësisht, do thotë ky ligj është realizuar do thot me hapa të ngadalshëm. Do thonë duke i kalu gjitha strukturat dhe proceset një pas një. Jo rastësisht ky ligj është sot në Komisionin e Venedikut, për shkak se do thot atje miren mendimet profesionale lidhje me këtë propozim ligj. Dhe në momentin kur ti merr një përgjigje nga ta, kjo dëshmon për cilësinë dhe vlerën të cilën e ka ky ligj. Dhe me miratimin e saj, atëherë uroj që ligjet të cilët janë të tjera të jenë shumë të mira ndoshta në interesin tonë, pse jo? Nuk do të thonë se ligjet janë të pavdekshme, mirë po
Neve duhet sjellim, do të thotë, vendime të cilat janë stabile, qëndrueshme, që mos të kërkojmë fajin dhe përgjegjësinë pastaj te dikush tjetër, po ta dimë se kush është fajtori kryesor për mos realizimin e asaj norme ligjore, sepse neve e dimë si jurista besoj që konsekuencat që për mos zbatimin e atij ligjit më pastaj do të jenë për pasoja për çdo institucion. Keni diçka për të shtuar? Unë jam përsëri i atij mendimit, siç e thashë më herët. Nuk dyshoj në atë se si po përpilohet i gjithë ligji, mirë po duhet ta kemi parasysh përpara se të hiqej balancuesi si mehanizëm, duhet të kemi ligjin i cili po është në përpunim me sipër, e pastaj besoj se nuk do të shfrytëzohej ky vakum kohor i cili realisht po shfrytëzohet nga ana e X qarqeve, X institucioneve të caktuara. Fakt, zoti Krasniqi, unë do ua bëja edhe një pyetje në lidhje me ligjin për paraqisim të drejtë dhe adekuat, të kalojmë në tema tjera për shkak se kemi edhe tema tjera për shtjelluar. Dilemat janë në atë që ky ligj nuk ka masa represive ndaj institucioneve të cilat nuk respektojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Unë mendoj se kjo më pastaj do të vazhdohet të rregullohet me çështjet e akteve në ligjore, do thotë sepse kuptohet gjitha pikat nuk mund të përfshihen me një ligj. Kjo që thash edhe më herët, se ligji e obligon Agjencinë për Administratë të përgatitjes së një raporti dhe një statistike për mbi çdo institucion se cilët janë pozitat e shqiptarëve dhe etniteteve të tjera që janë më pak në këtë shtet, cilat janë pozitat që i gëzojnë ata në këto institucione. Dhe kur të kemi një pasqyrë të qartë, do thotë atëherë kërkesat, do thotë e punësimeve në ato institucione do të bëhen mbas përqindjes të cilën e gëzojnë qytetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. A e kuptoni, do thotë neve nuk mund të flasim prej tash për reperkusione, na nuk e kemi ende të qartë, do thotë cili është ajo natyra dhe veprimi i këtyre institucioneve përballë komunitetit, do thotë ton. Ata nuk t'japin bile as themi statistika të qarta se cili është numri i shqiptarëve në ato pozita. E tash kur ti nuk ke qasje hiç në këto institucione, paramendo se sa e vështirë të jetë, do thotë punësimi në këto institucione. Prandaj, do thotë ligji në vete e garanton, do thotë mënyrën se si duhet të realizohen punësimet. E më pastaj, me akte tjera, do të rregullohet edhe ajo që po e thoni ju si reperkusion përballë këtyre institucione. Mirë, në vazhdim do të bisedojmë lidhje me koeficientet e universiteteve. Zoti Krasniqi, e dim që disa universitete kanë koeficienta më të ulëta që ndikon pastaj drejt për drejt në konkurse, në punësim. Pse një diplomë, për shembull, nga Universiteti Tetovës duhet të vlen më pak se nga Universiteti Shën Kirilin dhe Metodi, kush i përcakton koeficientet e universiteteve dhe a është kjo një lloj diskriminimi që bëhet në fazën e parë të konkurseve? Po. Është, do thotë, diskriminim. Unë që në shkuarjen time të parë, do thotë në institucion, kam hulumtuar mbi punën të cilën bëhet atje, kam lexuar gati se gjitha ligjet që kanë të bëjnë me punën e Agjencisë për Administratë dhe vërejtja ime e parë ka qenë kjo. Do thotë ka qenë kjo vërejtja ime e parë. Ky lloj diskriminimi sistematik që bëhet, do thotë kundrejt të gjithë atyre të cilët kanë studiuar në gjuhën shqipe kryesisht i bie në Republikën e Maqedonisë, kanë koeficient, do thotë të notave shumë më të dobët në raport me Universitetin e Shën Kirillit dhe Metodit. Unë mendoj se diplomat duhet të vlerësohen drejt njësoj, pa ndonjë dallim, pa marrë parasysh se cilit universitet i takojnë. Për shkak se në mënyrën, në ligjin aktual që është, në nenin 39, është paragrafi 6, dhe në ligjin e ri, në punës shtetëror, në nenin 32, paragrafi 3, kjo çështje është e rregulluar asisoj
që Ministria e Arsimit përcakton koeficientet për universitetet shtetërore të vendit dhe një kriter tjetër që matet është 1000 universitetet të cilët janë më të mira të renditura në sipas listës së Shanghait. Dhe kjo për mendimin tem është shumë e paqartë, sepse i bie që një universitet që është në 1002 renditje në nivel botëror, që është 1000 vende më mirë se sa Universiteti i Kirillit dhe Metodit, llogaritet me një koeficient 0.5 përballë koeficientit 2.0, që është Shem Kirilli dhe Metodi. Do thotë, i bie që gjithë shqiptarët, të cilët kanë studiuar në të kaluarën për arsye të ndryshme, do thotë, me i dim të cilët mund të jenë ato, kanë studiuar në Universitetin e Prishtinës, në Universitetet e Prishtinës, të Tiranës, edhe universiteteve të cilët në Stamboll, shumë universitetet të cilët sot me të madhe kemi të rinj shqiptar që shkojnë studiojnë atje. Dhe atyre i thuhet, kur të vini ju këtu, koeficientin të cilën ju llogaritet në fazën e parë është 0.5. Edhe kur bëhet fjalë për një vend të rëndësishëm, kjo thuajse është e pamundur që ta fiton. Po qëse edhe ai do të ketë kapacitetin e një gjeniu që nuk i jepet mundësia, domethënë të dëshmoj këtë kapacitet në hapat e më të tjerë. Ky ka qenë vërejtja ime e parë. Dhe këtë e keni alarmuar këtë në kam alarmuar, domethënë kam njoftuar gjithë protagonistët politik mbi këtë çështje, edhe mendoj se është e rëndësishme, edhe mendoj se duhet të largohet, mendoj se duhet tentativat nga gjitha anët të bëhen, sepse ky lloj i qëllimshëm, i paqëllimshëm, ky lloj diskriminimi, edhe në nivelin e llojit të njëjtë, do thotë edhe nëse të njëjtit komunitet i takojnë, unë mendoj se është i padrejtë. Qysh në fazën e parë ti marrish të drejtën ti, të i thush dikush nuk i të drejtë ty është në fazën e testimit, vetëm për shkak se universiteti të cilin pa marrë parasysh se nota mesatare mund të jetë deri 0.0. Profesori aty ku ligjeron, studentët e tij kur të vinë tek ne e kanë të pamundur domethënë ta fitojnë vendin e punës. Nga kjo arsye dhe për këto çështje duhet luftohet. Këto ndryshimet në ligje, të cilat lën pasoja që nuk mund të rikuperohen lehtë. Shifeni, do 22 vjet, do kjo çështje nuk rregullohet. Pse nuk rregullohet? Kemi pas ministër të arsimit. Asnjëherë nuk është diskutuar. Asnjëherë nuk është pa interesi për me pa përballë empatia përballë të njëjtit lloj. A e shifni se tash kur kemi biseduar me disa, shpesh herë e kanë amortizuar këtë çështje me atë balansuesin, por nuk është ajo. Se balansuesi nëse ka qenë kjo edhe për të njëjtit lloj, do thotë është diskriminimi. Nëse një shqiptar ka studiuar në Kirill dhe Metodi, përballë studentit juaj që ju i ligjeroni, domethënë këtu kemi atë dallimin e madh që bëhet dhe mendoj se ky nen që në ligjin e ri që është miratu, duhet të largohet dhe të zaventësohet, domethënë me një rregull e cila është më e drejtë. Thatë që këtë çështje e keni alarmuar, a ka feedback? Ka pas vetëm në deri momentin për shkakun për ta ndëgjuar problemin dhe kam sqaruar dhe janë dakorduar që kjo çështje duhet të shkohet edhe të vazhdohet më tutje. Unë mendoj se ky nen është edhe antikushtetues. Dhe inkurajoj universitetet edhe bashkarisht, ja edhe unë do të jem pjesë e një iniciative të tillë të kërkohet nga gjykata kushtetuese largimin e këtij neni, se mendoj se është antikushtetues. Është diskriminues përballë jo vetëm një komuniteti, përballë të gjithë qytetarëve, sepse mendoj se arsimimi, diploma, do thotë duhet të vlerësohet drejt, njësoj. Duhet të jepet së paku e drejta për ta dëshmuar se kemi plot raste që të atyre që janë me kualifikime nga Kirill dhe Metodi, kanë më pak pikë se studentë të cilët për shembull janë të Tetovës, në Nesteres dhe Shtulit. Dhe këtu a nuk po shihet një lloj padrejtësie? Jepja rastin të dëshmonaj.
Dërgohet dhe me një fazë ku ai të sheh se cila është mundësia e tij për ta fituar vendin e punës. Zoti Stafaj, a e demotivon kjo rinin, kjo çështje të cilën po e diskutojmë këtu? Realisht, këto situata të cilët i ceku, i përmendi zëvendës drejtori, janë tema të cilat çdo ditë po diskutohen. Për shkak se thash edhe më herët, i tangon studentët çdo herë na pyesin profesor, çfarë do ndodh me ne pasi të mbarojmë? Ja, do mbarojnë 2 vjet, 4 vjet, 3 vjet, sa është e paraparë që t'i kryejnë, çfarë thot do ndodh më tej me ne? Me fatin ton, për shkak se ato japin mundin e tyre intelektual për t'i kryer studimet brenda një universiteti apo një drejtimi të caktuar. Ne gjithmonë i motivojmë, i inkurajojmë që të punojnë, se një ditë puna e tyre do të vlerësohet dhe ato do të pozicionohen në për vende dhe në për punë të cilët u takojnë t'i ushtrojnë ato veprimtaritë e tyre të caktuara. Kjo të cilën e tha zëvendës drejtori është diçka realisht alarmante, duhet në kësi farloj rastesh ne në përgjithësi si shoqëri të punojmë, që këto procese ti ngadalsojmë, ti amortizojmë këto farloj dukurish, ku njëkohësisht kjo jo vetëm që është një dukuri, por kjo është edhe një diskriminim ligjor. Është antikushtetues, ashtu si që tha edhe zëvendës drejtori, dhe bashkarisht edhe ne nga fella që vim profesor, edhe partitë politike, duhet t'i shfrytëzojmë të gjitha mehanizmat kushtetues, ligjor, që realisht ta menjanojmë, ta tejkalojmë këtë situatë, ku për fat të keq, ashtu si që ceku edhe zëvendës drejtori, ka shumë raste të këtilla, ku e dim edhe ne vetë se çështja e përgatitjes së një individi, një personi në aspekt intelektual për një drejtim të caktuar, është çështje më personale. Mvaret sa ai don të mësoj, të ngritet, aq edhe do të jap rezultatet. E tha edhe vetë zëvendës drejtori, kemi për shembull studentë e zëm nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, ku ai mund të ketë pikat më të mira se sa një student tjetër i cili mund të vijë nga Universiteti Shën Kirilit dhe Metodit. Duhet i tejkalojmë këto barriera, duhet i tejkalojmë këto gjëra. Thash, është problem sistematik, duhet fillojmë të shohim gjërat nga gjeneza, jo nga maja, nga themeli ku është problemi, dhe dal nga dal të fillojmë të rregullojmë këto gjëra ne vetë si shoqëri, të marrim iniciativa të ndryshme, qofshin ato qytetare, qofshin nga ana e institucioneve të caktuara, qoftë nga ne si më profesionist, të fillojmë në mënyrë praktike, në formë më të radikalizuar, të themi kështu, të fillojmë të punojmë në zhvillimin e drejtë të këtyre proceseve të cilat po i cekim ne sot gjatë për brenda këtij emisioni. Po. Zoti Krasniqi, do të flasim edhe në lidhje me testet. Sa janë testet të përshtatshme për vendet e punës për cilat aplikojnë qytetarët? Unë do flasë si duhet jenë, sa janë të përshtatshme, më pastaj do vim të shohim se unë mendoj se testi duhet të jetë profesional. Domethënë duhet të jetë me një standard të caktuar në bazë nevojave të cilat i don tregu dhe vendi i punës. Çdo pyetje e cila është e testit duhet ta ketë edhe arsyeën pse parashtrohet aty. Domethënë nuk duhet të kemi pyetje të cilat ai që i nënshtrohet testit pyet pse kjo pyetje për mua. Po do thot në momentin kur ai nënshtrohet testit ta dinë se kjo pyetje e cila është i parashtruar në testim është në interesin e tij. Nuk duhet të ketë pyetje që nuk lidhen me vendin e punës. Testet të cilat janë për momentin janë të papërshtatshme. Janë të papërshtatshme për pozitat të cilat ato garojnë. Nuk janë mirë të paramenduara dhe të përpiluara, do thot për vendin e punës, sepse temat të cilat shtjellohen janë të përgjithshme nga sfera e më shumë drejtësisë dhe temave të cilat kanë të bëjnë me jurisprudencën. Nga ana tjetër,
domethënë, nuk bëhet ndonjë dallim mes kategorive të punësimit që bën në kategorinë G, që janë me shkollim të mesëm, dhe atyre që janë me shkollim të lartë, përveç standardit të pyetjeve që ndryshon, domethënë te këto kategori, te disa bëhen më shumë të rënda, mirë po, të gjithë janë të obliguar me mësua ato pyetje. Dhe shumë pyetje për tyre nuk korespondojnë me nevojat e atyre vendeve të cilat ata po konkurrojnë me fituat vend, dhe neve si institucion kemi kërkuar nga Ministria e Administratës që të revidohen, të kontrollohen, të bëhet një testim më i shkurt, me pyetje më pak nga ato që janë të formuluara për tani, të jenë më të qarta, të jenë më të sakta dhe të japin udhëzime profesionale për punën të cilën ato po e kryejnë. Fatkeqësisht edhe deri më tani nuk kemi ndonjë përgjigje lidhur me këtë, kemi kërkuar si institucion, kemi kërkuar që të bëhet revidimi deri në kohën kur të thotë mbas ligjit të ri, që është i parapam të zbatohet në vitin 2027, mënyra më pastaj themi e aplikimit të këtij ligji është pak më ndryshe te faza e testimit, sepse tash faza e testimit është pasi të selektohet në dokumentacioni 10 më të mirë për vendin e punës, e më pastaj, ku themi 2027-ën, duhet paraprakisht studenti i cili, themi kështu, aplikanti i cili konkuron për vendin e punës, duhet paraprakisht ta ketë dhanur këtë provim. Mirë, atëherë një pyetje për në fund, zoti Safaj, a mendoni se është e reformueshme kjo administrat, tër këtë emision biseduam për administratën, për reformën e administratës? Do të thonë, edhe në fillim të emisionit pak a shumë e cekëm dhe elaboruam, realisht administrata shtetërore dhe administrata publike brenda Republikës Maqedonisë së Veriut, nga vetë statistikat të cilat po i marrin institucione relevante ndërkombëtare tutte ne, shohim se nuk kemi administrat efikase, nuk kemi administrat që u përkon dhe që u ajet shërbimet qytetarëve në kohë reale, në mënyrë efikase dhe në mënyrë të drejtë ashtu siç duhet. Mirë po, tash mos t'u ahudhim fajin vetëm personave të cilët punojnë brenda administratës shtetërore dhe administratës publike. Ne në përditshmëri, e tha edhe Zaven Zritori, kemi persona të cilët i njohim të familjar të afër nëpër këto institucione, ushtrojnë veprimtarinë e tyre institucionale brenda këtyre organeve. Ato po na thuajnë gjithashtu, po na japin dhe po na inicojnë lajmin se edhe ne realisht nuk kemi kushte minimale për ta kryer punën tonë e cila na takon me ligj. Për mua e zëm shembull si një i punësuar në administratën publike ose administratën shtetërore. E zëm shembull nuk kanë kushtet minimale, shembull nuk kanë ku të ulen të punësuarit. Duhet detyrimisht t'i rregullojnë vetë brenda institucionit të punësuarit oraret, gjysmë orarit të qëndroj i ulur një person, gjysmë orarit të qëndroj i ulur personi tjetër, që të mund të kryejnë punët të cilët u takojnë t'i kryejnë. Do me thënë, nuk është problemi vetëm i personave, nuk është problem personal, është problem edhe institucioneve se si po i menaxhojnë resurset financiare që të mund këto resurset njerëzore të cilët janë brenda institucioneve të mund të shfrytëzojnë dhe të bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet, ku automatikisht kjo do të ndikoj pozitivisht edhe tek marrja e shërbimeve nga ana e qytetarëve. Realisht ka shumë punë për të bërë, duhet, thash, radikalisht brenda sistemit më tepër të punohet në këtë aspekt, edhe numri është i stërngarkuar i administratorëve brenda administratës shtetërore dhe administratës publike, ku gjithashtu kjo është një temë tjetër diskutimi, po shpresoj se ndonjë hapësirë tjetër do mund ta diskutojmë. Le të punojmë të gjithë ne
duke filluar nga të autorizuarit personat të cilët kanë marrë obligim që të kryejnë këto punë, këto pozita, që t'ua rregullojnë sado kudo kushtet për të mund të punësohen të punësuarit brenda administratës, të punojnë dhe të ushtrojnë veprimet e tyre dhe njëkohësisht automatikisht edhe t'i marrin shërbimet më të mira qytetarët. Normal, kjo është në të mirën e qytetarëve, kjo është gjithashtu në të mirën e shtetit dhe kjo shpresojmë të na heq atë hendekun nga i cili qëndron shteti ynë për të aspiruar në vendet të cilat aspirojmë ne, ku është Bashkimi Evropian. Po, zoti Krasniqi, edhe për juve për në fund, për ta bërë edhe një përmbledhje të gjithë kësaj që diskutuam, a është e reformueshme kjo administratë apo ndoshta duhet edhe vetting i administratës? Fillimisht ajo që ndoshta po harrohet të përmendi pak profesori, motivi i administratorit ku është këtu. Do thot, administratori në ditët e sotshme është i pa motivuar për shkak të pagës së ulët të cilën e ka. Dhe kemi një numër të madh të administratorëve në nivel shtetëror, e ndoshta shteti duhet të mendon në kuadër të këtyre reforma të bën një rigrupim themi të këtyre administratorëve që të dërgohen në institucione ku me të vërtet ka nevojë dhe mos të mbi popullohet apo themi kështu më qartë administrata, sepse me të vërtet ka institucione që kanë nevojë për punëtor, ja pikërisht agjencioni ku unë do thot aty jam ka nevojë për më shumë punëtor, sepse jemi shumë pak, volumi i punës është aq i madh saqë nuk po mbrim do thot kryjm punë brenda kohës së cilës e kemi si obligim i kry. Një tjetër reforme që e ka parapo, do thot Ministria e Administratës në këtë drejtim është formimi i një drejtorie të re që nga viti 2027 fillon Akademia për administrator, që persona që punësohen që nga ai vit janë të obliguar një vit të ndjekin trajnime që të jenë më të zellshëm dhe më profesional në punën të cilën ata do ta kryejnë. Kjo është njëra prej atyre reformave. Normal, s'duhet harruar këtu asnjëherë digitalizimi, i cili është i nevojshëm për më shumë arsye, sepse largon korrupsionin, përshpejton proceset e kështu me radhë. Po atëherë, mund s'më mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj që ishit me ne në këto minuta. Atëherë, shikues të nderuar, administrata publike sigurisht është pasqyrë e shtetit, nëse aty nuk sundon drejtësia, askund tjetër nuk mund të sundoj. Ne këtu po përfundojmë me këtë Zoom, ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.